Hija e njerëzve fisnik është e gjerë dhe e këndshme. Për të kuptuar më thellë domethënien e kësaj thënie të Imam Aliut, le të kthehemi te Kurani, burimi i fundit i udhëzimit për myslimanët. Allahu në surën Enfal, ajeti 24, thot: O ju që keni besuar, përgjigjuni Allahut dhe profetit kur ai ju thërret te ajo që ju jep jetë. Ky ajet thekson rëndësinë e përgjigjes ndaj thirrjes së Allahut dhe të profetit, sepse kjo sjell jetë shpirtërore dhe vitalitet për besimtarët. Në mënyrë të ngjashme, hija e përmendur në thënie përfaqëson udhëzimin dhe mësimet e njerëzve fisnik, të cilat sjellin lehtësim dhe kënaqësi për ata që i kërkojnë. Për më tepër, në surën Hadid, ajeti 12, Allahu përshkruan besimtarët si ata që shpenzojnë pasurinë e tyre në rrugën e Allahut dhe nuk e shoqërojnë shpenzimin e tyre me përkujtues për bujarinë e tyre ose me dëm. Ky ajet nënvizon alturizmin dhe bujarinë e njerëzve fisnik, të cilët nuk kërkojnë njohje apo nuk dëmtojnë të tjerët pas kryerjes së veprave të tyre bamirësie. Veprimet e tyre krijojnë një hije të gjerë dhe të këndshme, duke sjellë lehtësim dhe rehati për ata që kanë nevojë. Thënia e Imam Aliut na mëson se hija e njerëzve fisnik nuk është vetëm e gjerë, por edhe e këndshme. Kjo nënkupton se ndikimi dhe përhapja e veçorive të tyre shtrihet përtej mjedisit të tyre të afërt. Cilësitë e tyre fisnike rrezatojnë pozitivitet, frymëzojnë dhe ngrehen moralin e atyre që i takojnë. Ashtu si një hije e këndshme sjell gëzim dhe qetësi, prania e njerëzve fisnik sjell paqe dhe qetësi në zemrat dhe mendjet e të tjerëve. Imam Aliu, i njohur për dijen dhe urtësinë e tij të madhe, e tregoi shembullin e një personi fisnik. Mësimet dhe veprimet e tij vazhdojnë të udhëheqin dhe inspirojnë myslimanët edhe sot. Kuptimi i thellë i Kuranit dhe përkushtimi i palëkundur ndaj drejtësisë dhe së drejtës shërben si shembull ndriçues për të gjithë myslimanët. Në përfundim, thënia e Imam Aliut na kujton ndikimin e madh që njerëzit fisnik mund të kenë në shoqëri. Hija e tyre që përfaqëson udhëzimin dhe mësimet e tyre sjell lehtësim, rehati dhe qetësi për ata që e kërkojnë. Si mysliman, duhet të përpiqemi të mishërojmë cilësitë e fisnikërisë dhe të ndjekim shembullin e Imam Aliut dhe të tjerëve të drejtë. Duke bërë këtë, mund të krijojmë një ndikim pozitiv dhe të qëndrueshëm në botën përreth nesh, duke hapur paqe dhe harmoni kudo që shkojmë. Allahu na dhënë aftësinë të jemi ndër ata që heqin një hije të gjerë edhe të këndshme.